Një nga zonat e fundit të mbrojtura të Bregdetit shqiptar është kthyer në epicentër të protestave dhe debatit publik. Të shtunën, banor, ambientalist dhe aktivist u mblodhën në zonën Pish Poronart për të kundërshtuar punimet që po zhvillohen aty, mes frikës për dëme të pakthyeshme mjedisore. Protesta u tensionua kur disa prej banorëve rrëzuan kangjellat e kantierit në shenjë kundërshtimi ndaj ndërhyrjeve që sipas tyre po shkatërrojnë një habitat unik natyror. Kjo është toka jonë. Ajo që po ngrihet atje. E të gjithëve ju dhe duhet të ishim shumë sot, se ne jemi shumë dhe ne marrim frym, nuk kemi vdekur. Nuk kemi vdekur akoma. Sot është një ditë që nuk është zi. Sot unë nuk po mbaj zi për këtë tokë. Sot po unë po vi t'u them që këtu do mbaj drejtësi, këtu njerëzit do dalin dhe do vinë prapë, si qërë në sot do vinë nesër pas nesër për ditë këtu do i keni. Baba ime është 90 vjeç që është rritur këtu, unë jam 40 vjeç që jam rritur këtu. E fëmijët e mi s'ka se i ki prapë në Greqi, kam jetuar vetë 17 vjetë jashtë. S'ka se ti marrë 3 fëmijët e mi të i ki jashtë. Nuk ka asnjë dëmtim, ne e pam vetëm këtë rrugë, se si është përcudnuar, është shkatruar, asnjë pemë, asnjë pishta nuk është hequr, ju e shikoni vetë që e gjithë rruga është me pemë të shkullura. Pra, autoritetet vazhdojnë dhe mashtrojnë dhe me këto mashtrime po marrin çdo pjesë të zonës mbrojtër, çdo pjesë të parkut të Vjosnartës. Nuk ka asnjë transparencë, asnjë informacion. Pra, si fillim duhet fillojnë nga këto, autoritetet duhet përgjigjen sot. Çfarë po ndodh këtu? Ne u futëm, kishim një gardë, u futëm. Këtu është shkretë të tjerë tani. Për shkak indiferencës tonë, babëzia tyre është rritur 600 5.000 hektar, 8.000 hektar, ju beton, nuk kam për të lënë centimetrën Shqipëri pa e betonizuar. Jeni qartë për këtë gjë. Hiqni duart nga Vjosnarta, ishin disa nga thirrjet e protestuesve, ndërsa të tjerë cilësuan këtë si një betejë për mbrojtjen e natyrës dhe identitetit të zonës. Ndërkohë, pyetjet mbi projektin mbeten ende pa përgjigje. Vetëm së fundmi u bë publik emri i kompanisë që po kryen punimet, ndërsa projekti Zvërnec Peninsula parashikon ndërtime rezidenciale, hotele, shërbime dhe një port, por shumë dokumente ende nuk janë bërë publike, duke shtuar dyshimet dhe shqetësimet për mungesë transparence. Edhe organizatat ndërkombëtare kanë ngritur alarmin. Sipas tyre, zona e Pish Poronartës është një nga pasuritë më të rëndësishme natyrore në vend, habitati flamingove, pelikanëve dhe miliona zogjve shtektar. Aktivistët paralajmërojnë se protestat do të vazhdojnë, ndërsa në terren, sipas tyre, punimet dhe hedhja e betonit po vijojnë.